Betejë e Pozharit edhe sot njihet si një ndër fitoret më të mëdha gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në betejë, përveç që UÇK ka arrit me ndalu forcat serbe, ka arrit edhe përmes disa pjesëtarëve të saj me i shpëtu civilët e Pozharit, që të gjithë kanë shpëtu. 2 autoblindat të që janë bllokuar, s'kan pas se ku më shku manaj, sa dalë vetëria për tjetër son edhe i ka gjujtë zollë. Njëra bilomet 2 ditë të dhezne. Ka rrezikuar dalë midis rrugëve me 2 kallashat, i ka gjujtë apet blindat, dhe sa ka të rek motorën e vetë blojnë. Mes kishim pa të aqur ma ditë me ndëmarë, kishim bo dhe masakrat ma, ja. Në këtë betejë, humbën jetën heronjt Elias Geci dhe Mazlum Berisha.